Udhëtimi me avion është konsideruar prej kohësh si një nga mënyrat më të sigurta të transportit, por për shumë pasagjerë që kanë ende ankth nga fluturimet, pyetja, cila është vendodhja më e sigurt për të shndruar në avion, vazhdon të jetë intriguese. Një analizë e kryer nga revista amerikane Time në vitin 2015, bazuar në të dhënat e aksidenteve ajrore gjatë një periudhe 35 vjeçare, nxori disa përfundime interesante. Sipas saj, vendet në pjesën e pasme të avionit rezultuan të kishin një shkallë më të ulët të vdekshmërisë, rreth 28%, ndërkohë se diljet në pjesën e përparme dhe ato pranë korridorit kishin norma më të larta vdekshmërie deri në 44%. Megjithatë, ekspertët e aviacionit dhe organizata ndërkombëtare të sigurisë, si Administrata Federale e Aviacionit, theksojnë se nuk ka një vend fiks që garanton mbijetesë në rast aksidenti. Çdo përplasje ajrore është unike dhe rezultati varet nga dhjetra faktorë: mënyra e impaktit, vendi i erozimit, përhapja e zjarrit, shpejtësia e evakuimit e tjerë. Pavarësisht kësaj, ajo që është e sigurt dhe e provuar është se fluturimi mbetet mënyra më e sigurt e udhëtimit. Sipas studimeve të fundit, shanset për të humbur jetën në një aksident ajror janë rreth 1 në 11 milion, ndërkohë që për automjetet janë shumë herë më të larta.